Gocat e mia, po filmoj me telefon në ri. Shikoni sa bukur. Unë sa po kam mbaruar skincare, edhe erdha këtu për të bërë gati. Sot është e shtunë, edhe thash let's go girls, flasim. Ndërkohë që unë do flas, do ju tregoj dhe produktet se e di që ju i keni shumë qef. Kam përdorur këtë produktin këtu, Skin Food, është the best. Unë kam 4-5 vite, më shumë se 5 vite që e përdor këtë. Dhe nuk e ndryshoj. Del super make-up, ju betohem. Tani po përdor Charlotte Tilbury, që ka këtë gjën si glitter, por që është shumë e lehtë, ka këtë tintin, pak më të errët, sepse kur unë e kam bler ka qenë periudhë vere, pranvere, që mua zakonisht kam krijuar një ngjyrë pak më të errët të lëkurës, edhe e kam fix, por gjithsesi unë dhe gjatë dimrit e përdor, se më pëlqen që mos e dukem kaq e bardhë sa jam, edhe i jap pak një shtresë më të errët. Dhe kështu goca. Sot do ikim Tiranë me Ailin, do merremi me gjitha detajet që kemi për të bërë, dhe nuk do të zbuloj se harrova, për pak harrova, nuk do të zbuloj gjë, por do shikojmë edhe për dekorin që ne mund të realizojmë tek dyqani jon i Tiranës, Durrësit, nuk e di, thjesht do dalim të bëjmë shopping për gjithë motivet e festave, pra do shkojmë në gjitha vendet që mendojmë se shiten gjëra festive, përveç se në Megatek. Atje nuk do shkojmë të herë, do mundohem të shkoj në çdo vend tjetër që nuk kam qenë. Për shembull, në Coin nuk kam qenë asnjëherë për të parë se çfarë mund të kenë sjell për dekore festash festive. Kështu që këtë herë do shkojmë. Është në listën tonë të parë. Do shkojmë edhe tek Waikiki Home. Ka patur gjëra shumë bukura, mbaj mend para 2 vitesh kam qenë. Ajo tek QDU. Dhe ka shumë gjëra të lezetshme për shtëpi, dua të shikoj ndonjë gjë, se erdhi koha. E di që më përpara, vlogun e parë që ishte vlogmasi i parë me 1 dhjetor, ne te vlogmasi i parë kishim këto dekorin që bëjmë për shtëpi, bla bla bla. Dhe ishte fiks me koha. Por duke qenë se tani njerëzit i kanë vënë payment dhe zburime shumë më përpara, para datës 1 dhjetor. Nuk e di tani se si do duke që unë të dekoroj kaq shpejt, dhe kam përshtypjen që vlogmasi i parë detyrimisht ti nuk mund të përfshish këtë, mund të përfshish gjërat. Nuk e di. Çfarëdo që të vi, çfarëdo që ne të bëjmë, ta shikojmë se nuk rakordohem dot me gjëra që kam pas bërë më përpara, se siç ju thash në fillimet e mia, vlogmas dhe zbukurimet niseshin ndoshta javën e fundit fiks mbas 28-29 nëntorit. Dhe fillojmë mendonim të nxjerrim pemën, zbukurimet, edhe atëherë ndjenim. Kurse tani, me që po bëj çdo gjë më shpejt dhe nuk e kuptoj se çfarë unë do përfshi te vlogu i parë. Më duhet pak kohë që unë t'i procesoj gjërat që kam pas bërë me gjërat që janë aktualisht. Po përdor këtë concealerin nga Hourglass, është super i mirë. Unë kam marrë një nuancë shumë të hapur, sepse këtu për syve dua që të jetë e bardhë, pra të jetë zona pak më hapur se gjithë fytyra, sepse unë kam syt me ngjyrë dhe duket shumë bukur, kur kjo zona është jep dritë me pak fjalë syrit. Shikoni? Edhe në moment që ju vendosni konturin, duket shumë bukur. Por, kur të me jepet mundësia, se sa herë u thoj, unë blej produkte, kam apo s'kam nevojë për make-upin, do marrë dhe nuancë më të errët, do ta përdor dhe si fondatin të tipit vendosa unë atë shtresën e Charlottës, këtu, që nuk është fondatin. Tak, vendos pak
concealer siç kam vendosur këtë dhe pak këtu, pak më të errët, edhe nuk kam nevojë të përhap shumë fondatin se unë përdor shumë pak make-up. Pavarësisht se duket make-upi shumë duket shumë. Nuk mendoj se duket shumë. Unë me atë time bëj një make-up shumë clean. Domethënë, dua të jem e kuruar kur të dal nga shtëpia, sidomos kur kam takime, njerëz, kontakte për punë, dhe mos të dukem sikur jam munduar shumë të bëj make-up, të dukem dikush tjetër. Domethënë, dua një gjë të mesme. Dua të kem një make-up shumë të pastër dhe të bukur, por jo të ngarkuar. Tani më thoni ju se si e bëj make-upin, mua më pëlqen, prandaj e bëj. Por kam parë që shumë goca e pëlqejnë, më kanë shkruar si e bën, na trego produktet e kështu me radhë. Ja. Kjo është baza deri tani. Do vendos edhe konturin. Konturi është ky këtu. Kam shumë. Tani unë nuk mund t'i ndaj, se të gjitha më pëlqejnë. Thjesht kush më duket më praktik, edhe më rehat, përdor në përditshmëri. Është ky këtu, që kam marrë nga Too Faced. Është super mirë, ka nuancën çokoladë, duket sikur lë shumë, por shkrihet shumë bukur dhe bëhet njësh. Nuk duket sikur ke vendosur shumë. Ja, për shembull mund të duket e errët, por nuk është e errët. Dhe ka një aromë cappuccino, çokoladë, diçka e tillë, tiramisu. Një e përzirë, por shumë e mirë. Shumë. Tani mos u tremni. Ky është procesi. Besojnë atë. Produktet Too Faced, të gjitha produktet Too Faced kanë aroma shumë të mira. Kam patur dhe blushin, por më ra mu prish. E kam diku aty në zyrtar, por që nuk e përdor dot se e bëj gjithë venin pis. Shikoni? Unë kam të furçat nga Probio. Kam literalisht 2 vite që i përdor non-stop. Nuk i ka gjetur asgjë. I kam larë dhe në lavatriçe dhe prapë si ka gjetur asgjë. Ja vlen çdo lek. Nëse po kërkoni furça të mira, i gjeni tek Probio. Tek Kokomet, pra, mund t'i shikoni edhe në web. Janë shumë të mira. Nga gjitha furçat që unë kam blerë më përpara, kam provuar disa, edhe të Morphe, po më thënë të drejtën këto më kam pëlqyer më shumë. Dhe sidomos kjo që përhap fondatinën, që është pak më e plot, fantastike. Unë postova vlogun të premten në darkë është postuar. E kisha planifikuar për ta postuar gjatë ditës, por nuk ndodhi. Nuk e di se çfarë problemi kam unë, a është problemi i internetit, mbasa është kjo, po nuk di se çfarë mund të bëj, se ne kemi vënë internetin me fuqi më të madhe, të mundshme, dhe prap nuk më shkarkohen në kohë rekord. Në kohë rekord jo, po nga që janë video 40 minuta e sipër, kanë shumë minutarsh, edhe marrin shumë kohë për tu dalë. Ku t'ikish sot orë, më thuaj? Ku t'ikish, më thuaj sot orë? Ty? Apo unë? Roj, ti. Do ikesh tani ti? Mirë. Ty roj që dhe ikesh. Unë ndërkohë po bëj video ti. Say hi. Hello. Po iken ti? Yes. Edhe kështu, pra, mendoj se është dhe kjo, që videot janë shumë të gjata, minimalisht është 40 minutë që e sipër, edhe marrin shumë kohë. Unë e kisha planifikuar ta postoj më herët dhe ishte postuar në darkë. Nuk kisha vendosur se e vendos me orë, ditën dhe datën edhe orën e postimit, që edhe pse janë në lëvizje, video postohet, por her pas here unë harroj të vendos cover. Se kam harruar se që kam lënë për të bërë. Edhe në këtë rast ishte postuar video mbrëm në darkë, kush e ka parë. Edhe nuk kam vendosur as cover as gjë, por që rrugës për Tiranë do merrem me këto detajet. Se ju thash kemi punë sot Tiranë të gjithë, do marr Rogerti, do shkoj me Ambrën se kam punë në disa vende të tjera. Edhe unë me Alin në disa vende të tjera. Ne i ndajmë punët, duke qenë se kjo lloj pune ka shumë punë të tipit, ka shumë procese, takime, gjëra. Realisht nuk e di se si duket nga jashtë, por të
krijosh veshje nga e para, që ty të vjen vetëm lënda e parë, copa, gati, vetëm copa na vjen gati, që nuk e prodhojmë ne. E blejmë. Por çdo gjë tjetër prodhojmë ne, nuk ka gjë më të vështirë, ma besoni. Sa do e lehtë dhe e bukur duket nga jashtë, është gjë më vështirë. Dhe nëse do më pyesnit, a do e zgjidhje ti Alda sot po të njëjtën punë? Jo. Jo, me të madhe. E di, e bëjmë pasion, është gjëja që dua, e adhuroj. Por, ne e bëjmë pasion pjesën të krijojmë veshje, por nuk bëjmë pasion të merresh me 30 punonjës, 40 punonjës, me gjitha problemet që dalin çdo ditë, me gjitha problemet e makinarive, me të gjitha problemet dhe kontaktet që nuk vijnë nga ti, po janë nga pala tjetër, dhe shumë gjëra të tjera që ka ky biznes. Pra, deri në pikën që ti stilon, bën këto veshjet, duket shumë bukur, është gjëja që ti do të bësh, i reklamon vetë se fati im është që unë jam me një audiencë të caktuar, por deri aty është shumë e bukur dhe thua, okay, është gjëja që... Por pastaj biznesi ka shumë hallka të tjera. Kush bën biznes e di shumë mirë. Kush nuk bën, thjesht duket bukur nga jashtë, por ma besoni, nëse ju gjeni një pozicion të mirë pune, që vlerësoheni dhe ndjeni rahat, mbajeni fort atë pozicionin sepse nuk është aq bukur sa duket. Në biznes nuk kemi kur orare fikse pune. Jemi gjithkohës me stres. Do të thënë, nga njëri stres kalon te stresi tjetër. Jemi gjithkohës duke bërë investime. Nuk është se ka një moment që ti çdo lek e fut te xhepi jot edhe o sa bukur, kam fituar shumë lek, edhe tani hajde prishim lek. Jo, nuk ndodh kështu. Gjithmonë ti fiton ndoshta më shumë lek, ti më shumë investime. Nuk di të ndalosh. Flas pak në për vete, po edhe në përgjithësi me biznesit, sepse sa po ti ke mbaruar një investim, ka kaluar investimi, gjëja, vitet, javët tek investimi tjetër. Pra, praktikisht ti je gjithkohës duke investuar për atë biznes, sidomos kur je në fillimet e tua, sidomos kur ti e ke ngritur vetë dhe nuk ta ka ngritur babi, mami, burri, ku di unë. Pra, çdo gjë e ke ngritur vetë dhe ti duhet të investosh më patjetër se po e ngrin nga fillimi, që do e gjej gati ndoshta djali dhe goca jote, nuk e gjeta gati, por do ta gjejnë ato. Kështu që, si hallet e bizneseve nuk ka. Dhe ndoshta, si që ju thash që duket shumë bukur nga jashtë, është shumë bukur, nuk e vën diskutim, është fati im që unë sot kam një brand shumë të suksesshëm dhe jam shumë e lumtur dhe shumë e faj që keni besuar tek vizioni im, është shumë gjë e madhe, por në të njëjtën kohë është sfida më e madhe, pesha më e madhe që ti mund të kesh. Sidomos kur një CEO është fytyrë publike. Është tjetër gjë kur ti nuk e di kush e ka prodhuar Zaren, po e marrim shembull. Dhe thjesht nuk e din dhe blen ose s'blen është moment që ti që e din kush e ka prodhuar Armi Telestudio, është gjë tjetër. Realisht kam një peshë shumë të madhe. Nuk e kisha ndërmend që unë në këtë video të tregoja këto gjëra, por dolën. Do të thënë, unë kam menduar në këto videot e mia, shikoj shumë njerëz që motivohen dhe të jem e sinqert, për pak javë unë bëj 30 vjeç. Edhe në 30 vitet të mia që unë sa e bie, unë kam filluar 15 vjeç. 15 vite kam fiks që unë punoj dhe punoj biznes. Kam shumë për treguar, nga eksperienca nga vajza më e vogël me 1 milion lek investim deri sot, që nuk po them shumën, se janë shumë investim. Kam shumë për të thënë dhe për të motivuar dhe nuk e di, ndoshta më thoni dhe juve, si mendoni, të bëjmë mbas vlogmas. Deri në dhjetor jemi të rezervuar. Nuk kemi kohë për këtë gjë. Jemi full me punë dhe jemi të shpërqendruar. O zot, flas me dur me kom se kështu ndihem vetja, ndihem sikur shpalos gjitha mendimet e mia. Deri atëherë jemi të zëna. Do bëjmë vlogmas, content të bukur, Christmas, gjëra e qefi, edhe gjëra që na dalin jo shumë qefi, por do jemi këtu. Tani po mendoja, pas vlogmas, vitin 2026, nga janari mbrapa. Si thoni juve, që unë herë në javë bëjmë 2 lloj mënyrash videosh. Me qenë se juve i kemi pëlqyer video dhe jam shumë e lumtur dhe shumë e motivuar për të bërë video.
Se kjo është e gjitha kur puna jote shpërblehet, pra njerëzit po I pëlqejnë gjërat që ti po bën. Patjetër që ti motivohesh të bësh akoma më shumë, akoma më mirë, nuk knaqesh. Unë jam një nga ato tipe që s'knaqem kurrë, dua shumë më shumë. Kështu që po mendoja. Po sikur 2 herë në javë, një ditë ta lëm që të postojmë atë video, të flasim për tema që na prekin çdo ditë, mosmirnjoja, armik, ku di unë këto gjëra që në të vërtet çdo njeri ka apo s'ka biznes, ka apo s'ka sukses në rrugën që ka ndjekur, çfarëdo që bën në jetën e tij, është dikush aty që është mosmirnjohës, që ja ka futur fikën mbas shpine, që ka bërë diçka për të, dhe të flasim për këto tema. Domethënë, unë nuk dua të bëj një podcast, nuk jam për podcast, nuk është gjëja ime, nuk dua të jem e nimita e podcastit. No. Thjesht, meqense unë kam këtë platformën time, kam mënyrën time, kam audiencën time, kam gocat e mia që frymëzohen këtu. Si mendoni të bëjmë një nga këto ditët, pra unë të ulem diku te zyra ose të një ambient I shtëpisë, ose jo të ulem që të kem kamera, drita. Thjesht sipas motivimit ose javës, ju duke dhënë ide në komente, për shembull, na flit për këtë si mendon ti. Patjetër, gjithmonë do flas eksperiencën time dhe kundërvështrimin tim. Domethënë, atë që mendoj unë, atë që kam përjetuar dhe përjetoj unë. Jo se si e mendon dikush tjetër, it's okay, domethënë nëse dikush mendon ashtu, është ashtu shumë okay, se nuk mundet që çdo njeri të mendojë njësoj, të reagojë njësoj, të bëjë çdo gjë njësoj. Kuptoni? Pra kjo është ideja. Më thoni juve nëse po ju pëlqen si ide, ta bëj. Më jepni ndonjë ide ose si qysh tek t'ja nis. Pra më thoni se kam besim te gjërat që thoni juve, pra të tipit. Nëse thoni po e bën, ta bësh, se jo. Më thoni. Kam shumë nevojë ta di që ju pëlqen diçka e tillë apo jo. Unë jam shumë njeri që ndaj shumë në përditshmërinë time me gocat, ide, mendime reale mbi situata. Më pëlqen shumë që përveç se 5 goca që jemi aty, që diskutojmë, që jemi çik rrethi më I afërt, të jemi dhe gjithë të gocat këtu që diskutojmë. Basë në një ditë shtojmë Ailin, që Aili është një moshë dhe gjenerat tjetër, ose një ditë dikot tjetër që unë e kam aty mendime, kush e do kamerën, më thënë që nuk ka kështu turp, flasim gjithmonë se jo çdo njeri. Ose për shembull mund të ftoj dhe Loenën dhe I them, shiko, si mendon ti, si e më pëlqen shumë të shikoj për te mendimeve të mia. Unë I kam mendimet e mia, I kam, domethënë unë deri sot kam ecur me mendjen time, në përgjithësi nuk lohatem nga njerëzit, domethënë edhe nëse njerëzit thonë që ti do dështosh, okay, do dështoj. Dua dështoj, e kupton. Është vendimi im që kam marrë të dështoj, të dal mirë, të dal keq, çfarë si ka, është fati im. Më pëlqen që të dëgjoj shumë ide, domethënë të kuptoj se si janë edhe brezat. Nga brezi im, brezi më I rritur dhe më I vogël se unë. Kështu që kjo ishte ideja. Me thoni ju tani. Unë bëra një super make-up, nuk I tregova qa përdora. Okej, përdora këtë nga Rode, është blush, pigi, shumë I mirë dhe I lezetshëm, unë këto kam përdor gjatë gjithë kohës. Për highlighter përdor këtë të Diorit, I ka super highlighter shumë natyral, domethënë nuk është I ngarkuar, më pëlqen kaq, pak nxit. Qa përdora tjetër që si tregova? Përdora këtë të Charlottes, është bashkë me këtë, është kështu, harrova emrin, press powder, nuk është baking powder, është press powder. Tani unë pak këtu në corner, domethënë tek ky cepi I syrit, vendos highlighter, pak, domethënë është highlighter shumë natyral, duket shumë natyral. Do e vendos dhe në fund. Tani do vendosim këtë nga Diori, është për konturet,
powder është dhe kjo, press powder. Por është shumë natyral, ka efekt natyral. O, Beki të lëmbasi jema një. Po vinë ato komentet, si ju thash që kam postuar vlogun brëm edhe po vinë disa komente tani. Dhe ndoshta nuk arrit ju kthejnë gjithave, po jam shumë falenderuese për çdo koment që bëni. Më pëlqen që jeni aktive, si që jam unë aktive. Pra duhet të jeni dhe juve. Ju vetëm shikoni videot se qa kuptimi ka. Merë jep është kjo punë. Unë ju jap video, ju me lini feedback aty. Kështu është kjo punë. Tani, vendos pak gjithë këtë anën kështu. Më pëlqen ta erësoj pak. Dhe do përdor si blash këtë nga Rare Beauty që e mora në Athinë, ishte super. Kam bler, nuk e di sa blash kam bler dhe nuk më kanë pëlqyer. Ky po. Tani, ky është edhe i thatë dhe si puder, pra është si kremoze. Dhe rrin shumë mirë në lëkurë. Më ka pëlqyer shumë. E kisha me siklet këtë herë se thash do jetë i pesti që nuk do përdor, por jo. E kam përdorur. Ato që janë shumë puder, e keni parasysh shumë të thatë, vjen një kohë dhe krijohet një kore dhe nuk lëshon më fare blash, domethënë e bën me fushë dhe thjesht nuk lëshon më. Dhe fakti që kjo është pak si kremoze, nuk bëhet ajo korja, e keni parasysh? Nuk bëhet dhe është super gjë. Tani unë bëra gjithë këtë anën kështu, që të duket si kur i kam vetë pak si e nxjerr dhe si me blash, sa më natyrale. Tani me këtë lapsin që është me ngjyrë dhe ky është nga Puro Bio, është kremoz. E vendos pak kështu dhe e sfumoj se unë nuk dua të dalë sikur kam vendosur penel ose laps. Por e sfumoj dhe thjesht krijon ato hijen shumë të bukur, shikojeni? Shumë natyrale. Ja. Okej, duhet të pranoj që piket më bën shumë punë se duke qenë se nuk kam qërpik vetë. Nuk kam. Domethënë, kam të dendur, po i kam të shkurë dhe nuk dalloj. Kështu që këto qërpiket më kanë bërë punë, i kanë bërë shumë natural. Shumë natural, domethënë, më natural ja mundshme se ndryshe nuk të i baja dot. Më ka marrë Beki atë si quhet rashkën. Vendos fiksusin, e përdor çdo ditë, sepse nuk më lëviz fare make-upi dhe unë e bëj tani dhe deri në darkë jam me këtë make-up. Është gjithashtu ky i Charlotte's. Duhet patjetër ta vendosni. Është shumë i mirë. Tani, ky është make-upi, do bëj dhe buzët. Zakonisht përdor këtë Make-up Forever. Shumë i mirë. Dhe lip gloss, që është ky nga Charlotte, ka pak shumë plump, jo shumë, në krahasim si disa të tjerë që unë kam, është shumë i lehtë natyral, nuk e di, më pëlqen shumë, ma kanë bërë dhuratë këtë, por unë do ta blej dhe vetë, më ka pëlqyer shumë. E keni kështu. Kaq goca, të vishëm tani se ka necur minutat. I vije vlogu të jetë këtu të ky këndi. Por jo, kemi shumë gjëra të bukura të tjera gjatë ditës për t'ju treguar. Harrova t'ju tregoj të shtëpi outfitin e ditës. Kjo është veshja për sot. Kam veshur një pullover, këtë xhaketën me material palte, është goxha e plotë dhe trash, nga Mitje, edhe pantallonat Amityele Studio, këpucet, edhe çanta. Muja ime preferuar është kjo këtu. Jam shumë e lumtur për gjithë krijimet që kemi bërë. Ky është kostumi më i pëlqyer i momentit. Vetëm këto vin për rësi këto ditë. Nuk e di, sidomos kjo ngjyra këtu. Por vjen në 3 ngjyra. Njëra më e bukur se tjetra. Se shpejti do lançohen të gjitha me Zippo Press. Tu kemi një supë. Kjo po më vjen për herë të parë, nuk e di se çfarë është. Hera parë që e shoh, duket yummy.
Okej, ku do e vendosim tani? Ku do e vendosim tani? Më pëlqen shumë, kjo është foto dhe shumë shooting dhe koleksioni më i bukur ever. E bukur këtë për shembull. Shumë. Hajde shohim nëpër ambient. Po, të shikojmë te shkalla. Në të mbaj vetën në shtëpi. A është se Oh my god. Ja. Këto. Që za shikoni shefen që në shkallë. Kemi bërë një ekspozit këtu te kryja showroomit ton. Që shikoni Adin këtu. Jemi nisur për Tiranë. Kemi Ailin këtu, hello. Përshëndetje sërish. Po. Sot jemi bashkë. Ju thash që të ndahemi, Rogerti me Ambrën, unë me Ailin. Punë të ndryshme, drejtimet e ndryshme. Puna jonë këtyri duket më qef. Puna jonë i duket sikur ne do dalim për qefin ton. Fillimisht do shkojmë te ETC-ja. Parë që ishte hapur një vend që kishte kështu zbukurime për shtëpi. Nuk e di a ishte hapur, a ka qenë hapur, nuk e di, thjesht e parë së fundmi. Edhe mendoj se do gjejmë ndonjë gjë për dyqanin ton atje në Tiranë. Për zbukurimet e fititërisë sigurisht. Duke qenë se çdo vit un kam shku 1-2 tek Megatek, këtë vit nuk do shkojmë te Megatek. Do jetë opsioni jon i fundit në rast që nuk do gjejmë asgjë. Po. Edhe se Jumbo, jo, se fusim fare në listë këtë vit, apo jo. Kismet, nuk dihet. E shohim se çfarë mund të gjejmë. Kemi lënë takime, por jemi Po bëni një listë sa takime kemi lënë. sa 1000 takime dhe vende për Kur vim në Tiranë, dhe mbledhim gjitha bashkë, nuk do vim. Unë ke gati çdo ditë duke në Tiranë, nuk e lën s'ka fund kjo punë, o zoti më. Nice. Po. Nuk do jemi vetëm, do jemi bashkë me ju. Big, small, gold. I do girls to you, maybe? It's okay, we have it. Because they who yes and okay. You need this. The fire's warm, the snow's outside, the world feels still, no need to hide. A gentle glow, the lights all gleam. This time of year feels like a dream. Laughter echoes through the halls, a gentle peace for one and all. Hearts are open, love's in the air. It's a feeling beyond compare. Together at Christmas we find our way through the coldest nights and the shortest days. With every smile, with every Se thjesht tipa pustjerë nuk arrin. Jo, ato që kam marrë në Afrin janë të preferuara. Po edhe nëse këto do mrinin, masa e Këto do ishin preferuar të reja. do ishin diçka totalisht tjetër nga ato që kam. Ti di. Nuk janë të njëjta. Excuse me. Zero? cheer, the world feels whole when you're near. The choir sings a sweet refrain, a song
snow and rain. It wraps around us, soft and true, reminding us of what we knew. It's not the Mirëmëngjesi nga e diela jon. Sot është diel, kam bërë pak make-up, por shumë vështirë. E diela me 2 fëmijë në shtëpi është një katastrofë. Gjithsesi, Bekit i flije gjumë edhe pasi u bëm gati, e bëra vesha, por po shikoj që po ngrinte shumë edhe thash më mirë të fleje Beki gjumë dhe ne të dalim të mbarojmë të 3 pazare që kemi për të bërë. Do shkojmë fillimisht te Jumbo për të blerë still laps për Rojnë, disa mjete shkollore, se nuk ka, do të thënë ka plot, por që besoj janë mbaruar. Sorry. Dhe pastaj të pim dhe një kafe, s'kemi pirë ende kafe për sot, dhe besoni është ora 12:30. Pasi të pim kafe, do shkoj të marrë disa te Aqua, disa gjëra për pastrimin e shtëpisë, nuk kemi kapsula për lavastoviljen, mund të marrë ndonjë aromë për rrobat, këto gjërat. Dhe pastaj do jetë zgjuar Beki deri nga ora 2:30, 3. Do kalojmë të marrim Bekin dhe do ikim për Tiranë tek mami im, do rrim bazitën atje, që mbas darke pastaj të vim edhe të jemi nesër për javën, për të hënën. Tani unë të bëm gati, shpejt, Rojnë e bëra gati, si që thash Bekin e bëra gati, por që e vëm gjumë, po bët ndërkohë gati dhe Rogerti dhe të dalim. Zemrat e mia, unë e bëra gati, të tregoj pak veshjen. Kam veshur këtë hudën dhe atletet Chanel me këtë çantën, na kombinon edhe veshja dhe looku. Gjinse të bardha dhe këto syzet nga Miu Miu, që gjithashtu na kombinojnë. Për një skip të rëmujën time, se sot nuk kam bërë fare sistemimet e kjo garderoba, se kishim qërë të tjera për të bërë, dus që nuk në lënë fëmijët sot fare. Ja dhe një këtej nga pasqyra, ky hudë më pëlqen shumë, ngjyra është shumë e ngrohtë, është kjo ngjyra pjepër, ka dhe këtë mbrapa. I love it. Ku të shkojmë ne? Te Jumbo? Bravo. İsmail Melaşici. Prit e marrim plot, cila është? Kalova tek Beauty Point, mora disa detergjent për në shtëpi, për të larë gjamat, WC-n, tualetin, sobën, për lavastovilja, për lavatrice, të gjitha këto që më duheshin. Për ballers dhe Rosmani, ndalova mora këto gjëra, mora këto paketina, mora këto, mora një shampo trupi, mora edhe këto për në mëngjes, janë shumë të mira. Furça për shtëpisë, mora dhe këto, janë shumë crunchy, shumë të mira, për të bërë me kos, kryesisht me kos. Mora një 2 çokolata të kemë për palestër, do të thënë, para ose pas, kam nevojë për pak energji. Mora dhe një tjetër, si kam. Mora 2 pako parceleta të fata, janë nga këto, që unë i vendos dhe mbajtës të veta, nuk i lëmë në këto botilat, po i përdojë shumë në shpita për çdo gjë. Dhe çfarë mora tjetër, eye patches, në 2 të tilla. Mora dhe këtë. Kjo është disinfektant për
ambientet, për shembull dorezat të dyrëve, WC-ja, tavolina, dhe kam përdorur një tjetër, por thash të marrë këtë. Kur je me fëmijë dhe kur jeni shumë njerëz në shtëpi, patjetër që e mirë është tiptorin. Kaq ishin gjëra që mora te Osmani, nuk është se kisha ndonjë gjë super nevojshme, por me qenë se kalova atje për të marrë ato gjëra, u donte në fakt një shampo trupit, të gjitha ato që i kam të mëdhaja dhe i kam për në shtëpi dhe thash të marrë një tjetër ta mbaj vetëm te çanta palestrës për mos ta harroj kur të shkoj te palestra. Tani ne do marrë një çokoladë të zezë, e hapa dhe po e konsumoja rrugës, pak orbita, i lë këtu në makinë, dhe tani ne duhet të shkojmë në shtëpi të marrë bekin dhe rojin, që të nisemi për Tiranë, edhe pse është rësuar, është ora 4:30, është herët, por që tani dita është shkurtuar edhe nuk është se të jep më ndjesi të njëjta si vera. Për shembull ora 4:30 në verë është vapa më e madhe që ti s'del dot jashtë akoma për mbas ditën. Nice. Jam munduar të filmoj sa më shumë gjëra. Nuk kam bërë akoma një haul të gjërave që unë mora atje me Ailin, gjërave festive, por nuk mendoj që të i bëj në këtë vlog, mbasi një vlog tjetër, nuk e di. Nuk dua ende t'i ndaj disa detaje, më vonë mbasi.